që punojnë në qeveri dhe paktën nuk po them integritet ose në polici, nuk po them për integritet, po kanë si më thon background profesional dhe e dinë se çfarë po bëjnë. Dhe më vjen keq që i shoh si klon që dalin edhe propagandojnë diku ku premtojnë dhe paralajmërojnë që ndëshkimi do vi nga poshtë lart, nuk vjen ndëshkimi nga poshtë lart. Marrim rast specifik që ka të bëjmë me organet e hetuesisë në rrethe ose në qarqe që janë vendosur tani me hartën territoriale gjyqësore. Vlora ka prokurori. Vlora është një nga qytetet ose qarqet me zhvillim më të madh të hotelëri, turizmit dhe shërbimeve. E përrjedhoi edhe me biznese e biznesmen që ndërtojnë. Po si mund të presësh që të kërkosh garanci dhe siguri tek një biznesmen që e ka të shkuarën e tij kriminale prej dekadash në vendet Bashkimit Evropian deri në Amerikën Latine e në Kolumbi për të zbatuar kritere sigurie në resortin që ai ka ndërtuar, kur resorti që është ndërtuar është bërë me... Si më të lejosh të ndërtoj një herë? Me para të pista. Ose të mos ja sekuestrosh kur e zbulon? Pra, unë mendoj që fillon nga lart poshtë. Dhe nga lart kush është lart? Nuk po kaloj për t'ia dhënë gjithë atributet qeverisë, se ka shumë punë edhe është lodhur për 13 vitesh. Po them minimalisht e KKT-ja që e vleje, Prokuroria e Vlorës. Janë prokurori inekzistente. Merën marrëmbajtje pa leje, po e kapën njërin marrëmbajtje pa leje që është pak i dobët, ja marrin shpirtin, e dënojnë maksimalisht, ja zvarrisin procesin gjyqësor apel pas apeli, ndërkohë që ai bosi i drogës dhe i narkotrafikut deri te prostituimit vajzave të reja shqiptare dhe europiane, që është përfshirë jo vetëm kaq, por edhe në krime të rënda kundër jetës në territorin në vendet jashtë të Shqipërisë. Ose nuk arrestohet kur. I ulet kapelja, respektohet, i bëhet përshëndetje dinjitoze nga struktura, sepse është zinxhir gjithçka. Ai është votues, pastaj ka një grup votuesish me vete, pastaj sponsorizon dhe financon një deputet, një ministër etj. Me radhë. Pushimet, ku i bëjnë pushimet ta? Pse nuk ndodh që në Shqipëri në kaq pak banorë që jemi, do të ishte kulturalisht e pranueshme, e detyrueshme që çdo ministër e deputet deklaronte ku i bën pushimet e tij. A keni parë ndonjë ministër e deputet, gjyqtar apo prokuror deklaroj se ku pushon? Ke këta pushojnë, një pjesë e konsiderueshme pushojnë te këta. Edhe si mund t'ja fillojmë nga poshtë lart, kapim atë vatën që ishte një ushtar i atij bosit i çik më të madh, apo të kapim atë policin Matushajn, bufin që rrinë dhe kthehet në spektatorë atje. 4 minuta pas. Pra fillon nga lart poshtë. Ka dhe një element tjetër që ti e preke dhe përpara se nisim në fakt intervistë dhe këtu pastaj dalim prap e para një herë se e lash ngjarjen jashtë vëmendjes. Ka një element të fundit, të zbuluar gjatë orëve të fundit që vlen të theksohet për disa qytetare? Është dëshmia e themi shumë shpejt atë. Është dëshmia e vrasësit të dyshuar që thotë e kam kryer me thikën e vet, nuk e kam kryer me thikën time, e kam bërë për vetmbrojtje, kam kërkuar qetësi se ka dhe klientë të tjerë, ndërkohë që zbulohet që telefonata në policinë e Sarandës së Florës nuk ka qenë nga asnjëri prej punonjësve të policisë, por ka qenë nga DJ, që mbante me muzikë deri në orët e mëngjesit. Ka bërë një telefonat në sallën operative dhe ka thonë që këtu ka një sherr mes turistëve dhe ka dhe plagosur dhe gjakosur. Janë këto disa të reja, zbuluar roli i policisë që e dërgon deri në qendër Ksamilit, Matushaj vatën, më pas kujt takon dy turqi që i shërbente si truprojë private dhe hypën në makinën e dy turqi. Praktikisht zbardhet e gjitha që çon tek ajo që ti the në kryeterës. Një pjesë, domethënë pjesa dërmuese e kësaj ngjarje është e zbardhur për shkak se ka ndihmuar dëshmit